Gjatë një seancë në gjykatë administrative, ku Erion Velia i ka çuar prokurorin Orsi Dado, u paraqitën shumë aktor në mbrojtjet Veliajt, aktor shumë, një po më shumë spikati Robert Ndrenika. Ja të ndikim disa momente aty. Lutem regjia shpejt. Është mbeti vjetë o jonë. Ja, për këto pamje, për shumë Fevzin e veçuam, sepse është një aktor gjikant. Me përmasëm tha që edhe ti dhe unë e respektojmë, të gjithë e respektojmë, gjithë populli shqiptar, se duke si një propagandë. Aktorët, këta aktorë, për shumë nuk paraqiten në gjyqin e Veliajt, a i zvete as vetë, po vete në gjyqin ku akuzohet për korupcion Orsi Dado. Tani, Orsi Dado vajti aty tani dhe i tha ta bëjon burgun. Po s'ka burg, nuk dënohet Veliaj për Orsi Dadon. E para njerë që Robert Ndrenika mund të shpret deklarata pro Erion Velis dhe në mbështetjet e Erion Velis është normale o zgjedhje ti. Zgjedhja një teatri të tillë në gjykat, në gjykimin tim është e papranueshme. Ngjan si një cop filmi Kinostudios Shqipëria e Re dhe pa sens. Është e drejta e Robert Ndrenikës të mbajë qëndrim, është e drejta ti, njerëzit mund ta gjykojnë se ti kur mban qëndrim edhe ju, nëse flisni këtu kundër Berishës apo kundër Ramës, njerëzit ju gjykojnë pro apo kundër. Në qoftë se mban, e ke videon, do të thënë, dhe ti thuash që unë do vi të bëj burgun në vendin tënd, nuk është normale, sepse burgun e bën personi në burgjet shqiptare nuk ka bedel, burgun e bën personi që dënohet, nëse dënohet, se mund dalë edhe i pafajshëm. Dhe që kjo është pastaj një skenë, është e drejta ti të mbroj këdo, është e drejta ti të jetë... S'ka dyshim. Por teatraliteti dhe skenat tilla nuk kanë... Dhe nuk ishin në gjyqin që ka Veliaj. Në gjyqin kundër Veliaj, ishte në gjyqin ndaj Orsit Dadon. Në gjyqin nuk dënohet aty, nuk dënohet Erion Veliu. Se ka një problem, në SPAK nuk mund të hynë. Në SPAK nuk mund të hynë. Nuk mund të hynë në gjyqin e gjykatën. Nuk mund të hynë në gjyqin. Po si ka mundsi? Po syhet. Shkoti, hynë do të ndjekësh gjyqin e Ilir Metës, gjykat. Të më thënë Velia e akuzohet për korupcion, jo Orsi Dado. Po. Se unë duket e thash... Jo, në rregull. Mëse thash gabimon si kur akuzohet Dado. Në rregull. Në rregull. Pra thua si tani kjo është një si sfilat, që bëhet. Më është pas sens, sepse është e drejta e thash edhe një Robert Ndrenis, dali konferencë shtypit, thotë që unë mbështes Erion Velin, e konsideroj të pafajshëm, dhe i pafajshëm duhet konsideruar derisa të ketë një vendim gjykate. Po skenat të tilla... Dohen kursyer. Nuk i bëjnë mirë askujt. As Veliajt vetë. Fevzi përfundimisht tani si shkon ky halli ynë. Ja dhe po vajtë në Bashkimin Evropian e të gjitha thua. Ky halli ynë ka një shprehje të vjetër të Fari Balliut që shpesh herë ju ma thoni, dhe besoj në thelb ky është, unë mendoj që se Fariu më mos e thuaj tha, se kam thënë unë tha, unë kam bërë 40 libra tha dhe ti nuk... Do shta ka thënë njëri tjetër, ha? Që në këto 36 vjetë... Por ajo është shumë... Jo, s'ka rëndësi. Ta themi? Jo, ta themi me iniciale. Jo, s'ka që. Në këto 36 vjetë, unë nuk kam pa një shoqëri... Si duken gjërat ta, me ndër një më i madh dhe gjithë të mirat. Pra është ai aty, i madh, dhe pastaj janë të gjitha të mirat. Këto 36 vjetë, dhe këto 36 vjetë, unë mendoj që është ndoshta situata më e pa qartë, më e pa motivuar, e thamë, për shembull, kjo që ndodhi me Robert Ndrenikën, minimalisht do kishte reagime, mbaj mund Lubonja bënte i shkrim për rolin e intelektualit, intelektual në angazhuar, apo jo. Sot s'reagon asnjëri, ka vetëm osharje o lëvdata. Osharje o lëvdata. Nuk ka më analizë, nuk ka më njerëz që të reflektojnë, nuk ka më raport me kujdesin ndaj gjës, është çdo gjë kaotike. Pra edhe duam dhe s'duam në Fevzi, kjo ka mbetur, duam ta themi me nder një më i madh dhe gjithë të mirat. Mbushur vendi me gjithë të mirat. Po mbi të gjitha është ai. Fevzi tani, unë mendoj që duhet të të liroj unë ty tani, se ti do shkosh çfarë ke sot ti?
këtë çështjen e Ndrenikës, po jo për të. Personalisht e kam raporti intelektualit në një shoqëri. Raporti intelektual në Dhe shoqëri. si duhet sillet në shoqëri, ndikon, sepse për shembull shiko, po të marr një shembull i fundit. Intelektuali sa vjen dhe po forcohet në. Jo, po marr një tjetër. Për shembull, ka pasur intelektual të mëdhenj, të cilët kanë pasur probleme reale me fëmijët e tyre, për shembull. Prindit e fëmia ka dashuri të pakushtëzuar. Fëmia mund të jetë vrasës, fëmia mund të jetë trafikant, prindi e do se e ka fëmijë, kupton? Por ama ka pasur njerëz të cilët duke shprehur njëkohësisht dashurinë për fëmijën me të gjithë mbështetjen e tyre, kanë gjykuar gjestin e fëmijës, sepse intelektuali ka një raport tjetër me shoqërinë dhe ka një raport tjetër me fëmijën. Me fëmijën ka raportin e prindrit, me shoqërinë ka përgjegjësinë intelektuale për të qenë nga krahu i duhur shoqërisë, më kupton? Kjo gjë në Shqipëri. Ferzit, falenderoj shumë, ishe kënaqësi. Faleminderit. Edhe në ndendur në njërë, pëmërsisht që ti nuk ke kohë. Po tani besoj fillon dhe kampionati botëror, më shumë do... Po dhe njërë do jemi, para fillimit kampionatit, po fillon kampionati... Me kënaqësi. Bien gjitha gjërat. Pse kemi mbetur ne me një klasë kaq të vjetruar? Edhe këto forcat e reja që kemi, me një apo dy deputet duan të i shfarosin fare, duke vendosur prag shumë të lartë. 4% do vendoset pragu. Kjo të mbyllin në... Jo, tani i dish gjë. Me që më pyete për këto. Partit vogla me 1-2 deputet nuk i sjellin asnjë gjë të madhe vendit, se nuk janë rotacion. Janë një dekor për të thënë që ja ka demokraci dhe ideja lapja që kemi. Dgjoj, në qoftë ne flasim për një forcë të re politike të modelit Maxharit, të modelit të Tsiprasit dikur me Sirizën, të modelit të 5 Stelle, ne po flasim për një parti që synon të fitojë përballë dy partive të mëdha. Je dakord apo jo? Parti të vogla me 1 apo 2 deputet, derisa ato t'i bëjnë 70 deputet mund të kalojnë te 70 vjet. Qartë. Se ti thua e ban 2%, dakor e futen një deputet atë. Vitin tjetër futen 1,5. Mbas 4 vjetësh futen 2. Nuk ne po flasim për rotacion madh, ne nuk kemi më kohë të presim 70 vjet. Po flasim me Maxharin këtu. Absolutisht. E vetmja formë që Shqipëri të ketë një ndryshim është që në një prej këtyre partive të vogla të arrijë frymëzimin që të mund të marrë nga PD-ja, nga PS-ja, nga të pavarurit për në qoftë se ti më flet tani për cicmice partish, të cilat të shërbejnë për një kolorit po themi pluralist në parlament, duke pasur një deputet njëra, një deputet tjetra, tani shiko, ka një gjë. Në Shqipëri, në zgjedhjet e tjera, ka pasur njerëz me vokacion politik më të fortë se këta. Por shumë mund të them që Ben Blushi me librën në 2017 duke me goxha vokacion politik. Aleanca Kuqezin 2013 me Kreshnik Spahiun duke me goxha vokacion politik. Je dakord apo si je dakord me mua? Asnjëra prej tyre nuk futi dot deputet sepse nuk ishte momenti. Ky momenti zgjedhjeve 2025-s, në qoftë se këta do kishin qenë lider të mirë, këta duhet kishin marrë nga 10-15 deputet, sepse kishte humbur besimit e PD-ja, që ishte e shkalafitur nga lufta brendshme, kishte humbur dhe besimit e Rama. Në qoftë se ne do shkojmë zgjedhjet 2029, PD-ja do ketë problemet e saj të brendshme që s'vazhdojnë, që nuk zgjerohet. Rama do ketë problemet e tmerrshme me spakun, me mesazhet që po dihen, që tregon gjithë mekanizmin si funksionon ai shtet. Dhe këto parti marrin prapë nga një deputet, por çfarë na duhen? Pa partitë e vogla Po çfarë na duhen me një deputet? Çfarë mund të bëjnë me një deputet? Po kësa të mëdha të... Po prandaj po them duhet një parti që dalë, që të kthej... A më fole për fenomenin e Maxharit? A flasim sot ne për fenomene? Për shembull, Macroni i fitoi zgjedhjet presidenciale i vetëm... Pari thua këta duhet bashkoheshin apo jo? Se si është forma? A bashkohen këta? A krijohet një formacion politik? A bashkohen këta dhe zgjedhin një kandidat ekstra tyre? Se për shembull, mbaj mend kur ishin zgjedhjet për Tiranën. Ishte komike. Këta nuk binin dakord për një kandidat. Po sa i din, po si do ta mundin këta Ramën? Kur gjëja e parë që do bënin do thoshin, ne jemi të ndryshëm, ne se duam njëri tjetrin, po ne duam që Rama të bjerë, apo jo? Për të rrëzuar Ramën, këta mund të dalin dhe të zgjedhin një kandidat fare jashtë këtyre, zoti Rakipi. Mund të dalin dhe të thonë, për shembull, nuk ka rëndësi, Andi Bushatin do kandidojmë, po themi njëri që nuk duket, jo njëri që merret për ditë me politikë. Për sa kohë ti s'ke maturitet këto? Për çfarë pret? Për çfarë? Në qoftë se nga një deputet kalon në 2, kjo nuk është zgjidhje për vendin. Qartë. Jo, ky është një mendim, po ta shohësh. Jo, është zgjidhje për vendin, sepse ai njëshi, dyshi mund të jetë. Po nuk është zgjidhja për të përmbysur radikale për të përmbysur atë që kemi.